Vëllezër të nderuar, xhamatli të pranishëm, vazhdojmë me serialin në hijen e surës Furqan, ku Allahu Azza wa Jall i përshkruan robërit e tij të mëshiruesit që i ka veçuar, i ka zgjedhur Allahu Azza wa Jall dhe i ka privilegjuar këta dhe i ka mëshiruar dhe ju ka garantuar këtyre xhenete dhe pallate dhe lumej që do të jenë të përgatitur për këta njerëz të devotshëm, ku ne mundohemi në disa cikla të hutbeve të ndjekim dhe të marrim mësime dhe të pajisemi me këta cilësi që edhe ne të jemi nga pjesë e këtyre robërve të mëshiruesit që Allahu Azza wa Jall i përmendi në këtë sure. Sot do ta marrim cilësinë e fundit që e ka përmendur Allahu Azza wa Jall në librin e tij këto besimtarë të devotshëm gjatë gjithë këtyre të cilët i kishin cilësitë e larta, cilësi që duhet të pajisë çdo besimtar. Këta në fund e bënën një lutje, thanë: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Këta burra e lusnin Allahun Azza wa Jall dhe bënin dua për një gjë shumë të rëndësishme që çdo besimtar, çdo musliman duhet ta ketë prioritet në lutjet e tija, në duat e tija, sepse nëse i përmbahet kësaj lutje, do të jetë i lumtur në këtë botë dhe do të jetë i lumtur në ahiret dhe do të ketë mirësi dhe dhunti të mëdha nëse i përmbahet kësaj lutje. Çfarë lutje ka qenë kjo? Kanë thonë: "O Zoti im, na dhuro nga gratë tona, nga pasardhësit ton, nga fëmijët ton, qurrate a'yun, që ata të jenë kënaqësia e syrit ton, waj'alna lil muttaqina imama, dhe na bën neve që të jemi prijes, të jemi udhëheqës, të jemi shembull për njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm." Pse vëllezër të nderuar, këta besimtar e kanë bë këtë lutja e parë që të jetë kënaqësia e syrit tek bashortja e tyre. Sepse dietarët kanë thënë se njeriu shpesh shikimi i tij pason shikim pas shikimi, shikon anas, djathtas, majtas, derisa ndalet tek një vend që i pëlqen dhe ati pushon syri dhe i kënaqet syri për atë dhe e zgjat shikimin në atë vend. Që nëse keni peizazh të mirë, shikon në atë vend, e zgjat shikimin dhe të kënaqet syri. E duaja e këtyre ka qenë: "O Zot, bani bashortët tona, gratë tona, që të jenë kënaqësia e syrit ton, që ne kur t'i shohim ata të jemi të lumtur, kur t'i shohim ata të jemi të kënaqur, kur t'i shohim ata syri jon të pushon, syri jon të gjen qetësi, të gjen kënaqësi në shikimin e grave." E këta gra janë gra të devotshme. Nuk ka gjë më të mirë në këtë botë që ndihmon njeriu, që janë ruan besimin, që ja ruan imanin, që ja ruan derin, që ja ruan moralin, që e stimulon dhe ndihmon në këtë botë për t'i kaluar sprovat e kësaj bote dhe për të qenë shoqërues i tij në parajs, në xhenetin e Allahut Azza wa Jall, se sa një grua e devotshme. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ad-dunya mata wa khairul mata'i mar'atun salihah." Dunjoja është shumë e mirë, po mirësia më e madhe që gjendet këtë dunjo është një grua e cila është grua e devotshme. Po ashtu, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 gjëra e bëjnë të lumtur birin e Ademit në këtë dunjo. Tha e para prej saj është mar'atun salihah, një grua e mirë. Merkebun salih, një udhtim, një mjet udhtimi i mirë. Wa bejtun salih, dhe një shtëpi e qetë e mirë, të cilët e gjenë rahatin në të. E 3 gjëra të cilët ja shkatrojnë këtë botë njeriu të birit Ademit është një grua e keqe, një mjet i keq dhe një shtëpi e keqe. E shtëpia e mirë është ajo shtëpi që gruaja është kënaqësia e syrit. Sepse gruaja në shtëpi është mbretëresha, gruaja në shtëpi është edukatorja,
gruaja në shtëpi është ajo e cila e udhëheq familjen, dhe nëse një grua premesohet, nëse një grua është e sinqert, nëse një grua është e mirë, nëse një grua është e devotshëm, atëherë i jep bereqet asoj shtëpie. I jep dritë asoj shtëpie. Ajo shtëpi mbushet me mysafir. Ajo shtëpi mbushet me njerëzit mirë. Ajo shtëpi mbushet me familjar, me njerëz të afërt të familjes tënde, si rezultat i një gruas të mirë. Për ata besimtarët e sinqert e lutnin Allahun Azza wa Jall, o Zot na dhuro gra të devotshme, gra të mira, gra të sinqerta, edhe nëse ka ndonjë defekt ndonjë grua, atëherë duhesh ta lutish Allahun Azza wa Jall që ta premeson, se me premesimin e saj do të premesohen fëmijët dhe do të premesohet tërë familja. Për ata shpesh e cekin dietarët se medresja e parë fillon prej te nana, fillon prej gjendhinj, do të thotë kur jep gjithënjas, prej në qumshtin e saj fillon edukimi, fillon medresa prej te nana, pastaj ai fëmijë formohet dhe bëhet një burr i mirë. Mirë po, e para do të jetë nana e devotshme. E këta e kanë lutë Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala t'i jep një grua të devotshëm. Për ata Allahu Azza wa Jall than Kur'an: "Wa khalaqal azwaja litaskunu ilayha." Tha e kemi krijuar palën, burrin dhe gruan, e sidomos gruan e kemi bërë qetësi. Allahu Azza wa Jall e ka cekën qetësi. Çfarë qetësie? Qetësi shpirtërore, qetësia e syrit, qetësi që njeriu gjatë angazhimeve të cilat i ka në teren jashtë, në punët e tia, kur të hinë në shtëpinë e tij, edhe shtëpia është quajtur mesken, vendi ku pushon, edhe bashortja e mire ka quajtur Allahu Azza wa Jall sekine, litaskunu ilayha, qetësohesh në ta. Wa ja'ala bainakuma mawaddatan wa rahma. Dhe tha Allahu Azza wa Jall, mes jush kemi bënë atë shtëpi, që ajo shtëpi të ndërtohet me dashuri dhe të ndërtohet me mëshirë. Çdo shtëpi ndërtohet ndoshta 100% me pozitivitete. Mund të ketë ngatresa, ndonjëherë mund të ketë zonka. Mirë po, ato zonkat e vogla duhet shndrohen në pozitivitet. Si shembulli i një gjelle, nëse në atë gjellë nuk ka krip pak, nuk është e shisht. Mirë po nëse i qesmi asoj gjellës më tepër krip, atër nuk hahet. Dhe të thotë nëse ka pak mos marrëveshje, kështu kanë qenë edhe të parë tonë. Ndonjëherë mirë po, si që ka thonë njëri prej selefit, Ebu Darda dhe sahabi, kur e ka martu bashortën e tij, ka thonë: shiko, kjo jetë është e gjatë, bashortia ka sprova dhe sfidat kësaj bote, nëse unë ndonjëherë jam i mërzitur, e ke për obligim që mua të më lumturosh, të më flasish me fjalë të mira, të afrohesh derisa unë të ndihem i qetë. Edhe ti nëse je mërzitur, nuk do të lënë atë gjendje derisa edhe ti t'jesh e lumtur. E të më ndihmojsh kur unë kam nevojë, e të ndihmoj unë ti kur ti ke nevojë, dhe të ndihet si një trup. Allahu Azza wa Jall tha: "Hunna libasu lakum wa antum libasu lahum." Ju jeni tesh për atë dhe ata janë tesh për juve. Do të kujdesësh për bashortën tënde në udhëzimin e saj, në mirëmbajtjen e saj, në edukimin e fëmijëve të saj, dhe të jetë i afërt me burrin e saj. Dhe kjo një ndërta që të jetë kënaqësia e syrit është që ajo bashortja të zbukurohet për burrin e saj. Për fat të keq, jemi të po do defektet mëdhoja, ajo del në punë parfymosët, shminkohet, apo në shkollë, apo në treg, apo ku do kof, e në shtëpi është e djersitur, në shtëpi është me brum, në shtëpi është me tesha të cilët janë me erë, me aromë të gjellrave të cilët i ka pregadit, përkundrazi grua e mirë që e ruan bashortin e saj, që të jetë kënaqësia e syrit, ajo duhet të rregullohet më tepër për burrin e saj. Në momentin që ajo rregullohet, parfymosët e ka këtë ibadet. Pse? Se nëse syri i burrit të saj kënaqet tek bashortja, atëherë dije se e ka arrit razillukun e Allahut. E ka arritën kënaqësinë e Allahut dhe kjo konsiderohet ibadet.
Kjo konsiderohet adhurim, sepse kur burri e don gruan e vet, i shtohet dashuria, atëherë nuk i shikon, nuk i hik syri te gratë tjera. Do më thonë kënaqësia e syrit që kur ta shikon atë gruaje, të qetësohet syri, të pushon syri, që t'jetë e sjellshme, e moralshme, e buzëqeshur, dhe t'jetë ajo grua që kur t'hin burri i saj, t'ja bën shtëpinë e saj xhenet. T'ja bën shtëpinë e saj vend për të pushim. T'ja bën shtëpinë e saj vend i lumturisë, që ai nëse ka pas ndonjë breng, në momentin që të futet në shtëpi, ti haron këtë problemet të cilët i ka pasën prej në mëngjes kur është zgjuar për punë dhe i ka kryer obligime derisa ka hi në shtëpinë e saj. E ato çka thonë? O Zot, na dhuron nga gratë tona, të cilat janë kurrat e ajon, kënaqësia e syrit ton. Pastaj çka e vazhduan duan e ditë, o min dhurrieti, dhe nga pasardhësit ton. Shumë është me rëndësi se investimi më i madh çka bëhet në këtë botë, përpjekja më e madhe çka bëhet në këtë botë, është përpjekja që një fëmijë ta edukojsh ashtu siç i ka hije një besimtari. Ta edukojsh në frymën islame, ta edukojsh që ta njeh krijuesin Zotin e gjithësisë, ta njeh Allahun azza wa jall, ta njeh të dërguarin e tij, ta njeh librin e Zotit, ta zbaton sunetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa prindi kur e sheh fëmin e tij në rrugë të drejtë. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa prindi kur e sheh fëmijën që punon me halal. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa prindi kur e sheh fëmin e tij në xhami. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur ta sheh fëmin e tij i cili është i udhëzuar. Pse vëllezër të nderuar? Shumë prej njerëzve në këtë botë lodhen, punojnë, raskapitën, udhtojnë, emigrojnë për t'ja siguru thënë ardhmërinë fëmijës tonë. Pastaj e sheh, ai është jo i respektuar ndaj prindit, e sheh ndoshta ai më rebel, sepse shpesh herë ndodh pasuria e madhe e grumbulluar nga ana e prindërit bëhet shkak për shkatrimin e ative fëmijëve e jo për premësimin e ative fëmijëve. Sikur ne të kishmi logjiku dhe të kishmi koncentru në edukimin e fëmijëve tonë, kjo kishte qenë ardhmëria më e madhe, sigurimi i ardhmërisë më të madhe me fëmijëve tonë, që të jetë edukimi, udhëzimi në rrugën e Zotit. Sepse çka të bën fëmia pas vdekjes tënde, nëse është i hajrit, nëse është i dobishëm, çdo namaz që e fale ka me shku sevap, çdo sadakat që e jep ka me shku ti sevap, çdo bëmirësi që e bën ka me shku ti sevap, çdo të mirë çka e bën, çka ka me thonë, ky është biri i filonit Rahmetlijës. Ka me ta zbar ftyrën edhe duke qenë gjallë, edhe pas vdekjes, kur fëmia është i udhëzuar, kur fëmia është i drejtuar, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, 3 gjëra i shkojnë sevapës shpërblimen, edhe pas vdekjes tha, waladun salihun yad'u la, një fëmijë i cili bën lutje dhe bën dua për prindin e tij, derisa thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të vjen një rob ditën e gjykimit dhe do ta sheh vendin e tij të lartë në xhenet dhe do të thot, o Zot, unë sa e di me punët e mia, nuk kam mund të arriti këtë gradë të lartë të xhenetit. Tha Allahu azza wa jall, kjo është me lutjen dhe istighfarin e fëmijës tënd që e ka bo për ty pas vdekjes. Dhe ti sot je ngrit në këtë gradë të lartë të xhenetit si rrëdhoj e lutjes, e duas, e istighfarit të fëmijës tënd që e ke lënë pas veti. E për ata këta robër të mëshiruesit kanë bërë këtë lutje që t'i bën kënaqësia e syrit të gratë dhe të fëmijët. Për ata tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, juilet li qurrat aynin fi salat, më zhbo kënaqësia e syrit tim në ibadet namaz kur hi. Kur të bëhet kënaqësia kur ta shohësh fëmijën duke fal namaz, të kënaqet shpirti. Kur ta shohësh fëmijën tonë që para ti ka marrë abdes dhe ka ardhur në xhami, atë të kënaqet syri dhe të kënaqet shpirti. Dhe e treta, lutja të cilën e kanë bërë ata, waj'alna lil muttaqina imama, dhe na bën neve
që ne t'jemi shembulltyra e të devotshmive. Kjo çka në aludon, jo vetëm se t'jemi devotshëm, po t'jem unë shembull. Unë të bëhem shembulltyra e njerëzve të devotshëm. Kjo tregon se besimtari ka ambicjet lartë për të arritur shpërblimet e mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Nuk mjaftohet shembull me qenë prit njerëzve mesatar. Ai don shembull të jetë i pari udhëheqës në bamirësi për me dhon parë. Kur vjen puna për sadaka, e ket parin. Kur vjen puna për ibadet, e ket parin. Kur vjen puna për me bëni punë të mirë, është i pari. Në çdo sen mundohet me qenë imam, jo imam namaz. Imam e ka për qëllimin shembulltyr udhëheqës çdo të mire. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Wa minan nasi man ja'ala Allahu mafatiha lil khair wa maghalika lil shar." Disa njerëz, thot Allahu Azza wa Jall, janë çelës i punëve të mira. Ku ka të mirë, ai mundohet me bëu të mirë. Wa maghalika lil shar, dhe janë mbyllës të sherrit. Ku ka gibet, ai nuk afrohet. Ku ka punë të këqija, ai nuk afrohet. Ku ka fesad, ai largohet. Është çelës i punëve të mira dhe është mbyllës i punëve të këqija. E thot pejgamberi alayhis salatu wasallam në vazhdim, e mirë për ata ka prej njerëzve që janë mbyllës i punëve të hajrit të mira. Ku ka hajr, thot lene bese s'ka hajr ati. A bese s'ka hajr me dhon sadaka. S'ka hajr kush ka po hajr pi xhamie. A bese nuk ka hajr në këtë punë, lene që nuk ban punë të mira, po mundohet vazhdimisht i mbill punë të mira dhe t'ja u bën njerëzive se ata punë nuk janë ashtu siç i shihin njerëzit. Domethënë njeri i cili është mbyllës i punëve të mira dhe është çelës i punëve të këqija, e shen fesad i pari, e shen gibet i pari, e shen munafiklëk i pari, e shen përçarit njerëzve i pari, e në fund tha pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Tuba liman ja'ala al-khair bi yadi", për gëzim i lumt ai njeri që hajri kalon në përmes durët e tij. Ai ki pa një njeri thot: "Ku më bën gjej sa herë mu më gjejnë." Vjen puna dukush me lip sadaka, thot mu më gjejnë. Vjen puna për mu kujdes për prindtë mi, mu thot më gjejnë. Çdo njeri vakia dhe këtë punë çka ka njerëzit halla dhim të une. Gëzohu se Allahu Azza wa Jall ta don të mirën. Se kjo botë do të kalon mirë, po nëse se gjenë të ti, nëse ti nuk i ndihmon, a thu vallë nuk do të krijet ajo punë. Çdo punë ka mu krije. Mirë po, ti a ke me fitu shpërblimin ajo. Nëse prej këtë fëmijëve të ka zgjedhë Allahu Azza wa Jall që ti t'jes kujdesari prindërve, Allahu ta ka dashur mirën që ti me fituar shpërblimin dhe e ke një derë të hapur të xhenetit që vazhdimisht ti je duke udhëtuar drejt xhenetit. Për çdo gjë. E mos mendo se nëse je onësh edhe ti nuk kërkon askush, unë nuk hin kësaj projekte, unë nuk përzina këtu, nuk përzina atë, një ditë ki me vdek. Këtë pasurin ki me lanë. Qethinat nuk kanë gjepa. Kontot nuk mund është mi marrë me veti. Vetëm sa ke qenë gjallë që ato punë që i ki bo, ato kanë me të shku të Allah Azza sa do këtë gjarje. Ato që kanë me të mendë ki me veti, ki me vdek edhe që ato me veti s'ki mi marrë, sa ato nuk janë tujat. E udhëheqës për këtë e kemi shembulltyr, kanë e kemi Ibrahimin a.s. Allahu Azza wa Jall e ka përmend këtë pejgamber të madh dhe ka thonë baba i pejgamberve dhe ka thonën inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Ibrahimi alayhis salatu wassalam thot ishte ummet në vete. Ummet në vete e ka thujt. A ka qenë imam i çdo mirësie, rindërtimin e Qabës, rindërtimin e shtëpisë xhamisë Aksas, punë e mëdha çka i ka bëu Allahu Azza wa Jall, atë shumë e ka ngrit, sa që edhe kur e merr bashortën e vet o shembull që e lën atë shkretir me sabrin e saj, me durimin e saj, ajo duke hip në kodrën Safa Merva, duke kërkuar ujë për djalin e saj, dhe tha, Allahu të ka urdhru, po, tha Allahu nuk na humb. Allahu e përmendi këtë grua dhe sot çka i bëjnë ritualet e haxhit, ajo ka qenë për ata një kërkim i ujit, apo për të gjithë në atë vështirësi, për neve është bo sot ibadet. Nëse ai nuk e bën Safa dhe Merva, sot nuk mundët me kry haxhin, nuk e ka haxhin tamam.
Edhe uji i Zemzemi që sot ketë e pimi që uji më i mirë sipërfaqen e tokës, si rrethoj e sabrit soi, Allahu Azza wa Jall nxjerr nga toka një ujë i cili është uji më i mirë sipërfaqen e tokës, uji i Zemzemit. Pastaj jep shembull te Ismail alayhis salam, fëmijë i vogël durimtar, vjen koha që e shen ëndër për ta thirrë, thot o baba jem, nëse Zoti të ka urdhëruar, un jam i gatshëm dhe jam i dorëzuar në urdhat e Allahut, bën çka të ka urdhëruar Allahu. Allahu e përmend këta, e përmend njerëzit të cilët i ka bërë Allahu Azza wa Jall pishtar, ndriçues, shembulltyr e ummetit deri në ditën e Kiametit. E ne duhet të marrim mësim nga këta burra që e kanë bërë këtë lutje të madhe, që të bëhet kënaqësi e syrit ton, bashortët tona, pas arsit ton, dhe ne të bëhemi shembulltyr e mirë që të shohin dhe të kombinojmë këta, të jemi ne, ata të cilët jemi shembulltyra më e mirë për fëmijët ton dhe për gratë tona, dhe pastaj t'jam bashkangjesim dhe lutjen dhe duan që Allahu Azza wa Jall të na jap lumturinë në këtë botë dhe në ahiret. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na i përmeson gratë tona, na i bën të devotshme, na i bën gratë të mira dhe fëmijët ton të na i bën sy e kënaqësi e syrit ton, të na i udhëzon, të na i drejton, që ata të jenë shembulltyr për neve, shembulltyr për njerëzit, dhe të kemi dobi edhe në ahiret, kur të dalim para Allahut Azza wa Jall në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdausit. Allahumma amin.